A ka diçka që njerëzit nuk e dinë për produktet farmaceutike dhe vërtet ne kemi fuqinë të veçorohemi pa ju drejtuar farmacisë dhe ilaçeve? Njeriu shërohet nga ajo që beson. Me eksperimentet kryesore që bëhen në tregun farmaceutik, nëse ne duam të hedhim në treg një medikament, është efekti placebo. Pse qajmë gjatë Theta Healing në mënyrë të pandërgjeshme? Nëpërmjet frymarrjes, ne arrijmë të çlirojmë emocionet e ngurtësuara në qendrat e ndryshme energjetike që kemi në trupin tonë. E ke përjetuar ti humbjen e njeriu të shtrenjtë të dashur në lëkurën tënde? Vitin që kaloi, partneri im ndroi jetë. Ka vendosur të bëj eutanazi. Dhe në fund më tha të lutem më lë. Dhe unë nuk isha aq e fortë sa ti thosha ndalo. Si lufton ti me hidhërimin që lë humbja e një njeriu që e ke dashuruar kaq fort? Fatkeqësisht, po dhe fatmirësisht, një humbje madhe sjell dhurata të mëdha nga pas. Në momentin që unë pata këtë humbje të madhe, humba të ardhmen. Të ardhmen e planifikuar. U gjenda një ditë bukur pa të ardhme, pa kuptim, dhe ka menduar po tani. Ti Aurora bën edhe terapi në çift. Për njerëz që janë duke kaluar një krizë në marrëdhënien e tyre, që janë duke shpëtuar një martesë që nuk po funksionon. Pjesa më e madhe e çifteve kanë një trauma bond. Është misioni im si partnere të shëroj atë që është dëmtuar nga jeta tek ti, apo ti duhet ta shërosh vetë, se nuk është kjo detyra ime? Ti projektohesh nga trauma e partnerit. Nëse do të na mësojë një zakon që ne duhet fillojmë ta praktikojmë nesër, cili do të ishte ai? Lista e mirënjohjes. Më thot gjithmonë seksi dhe dashuria janë dy gjëra të ndryshme, po në fakt, a nuk është seksi me partnerët e tjera, shpërdorimi i energjisë jetësore që nuk e lën tjetrin të dashurosh siç duhet. Pra një partner i cili ka multiple, le të themi, choices, ka sjell me vete, jo vetëm traumat e veta, po dhe traumat e të gjitha partnerëve të tjera që ka pasur. Nuk e ke iden se me sa gëzime kam këtë podcast. E di pse se e di që dhe ti je një kozmos i tërë informacioni, po dhe unë kam lexuar e kam parë kaq shumë podcaste për spiritualitetin, edhe jam shumë e kënaqur që Aurora Buba sot është këtu me neve për të na bërë që të na rikthehet buzëqeshja edhe në ditë që ka re jeta, që e kemi trurin të mbi ngarkuar nga problemet, se unë sa herë që vjem në kontakt me fushën tënde elektromagnetike, energjetike, ndihem më mirë. Unë jam shumë kurioze të di se si ti ke bashkuar shkencën dhe shpirtin, sepse ti je farmaciste, gjithashtu profesioniste e tregjeve financiare, por dhe praktikuese e Theta Healing dhe ke krijuar një komunitet që shëron njerëzit, që u rikthen buzëqeshjen, Heal Albania. Ka qenë një rrugtim i cili ka nisur në tregun farmaceutik, prisja mbi 300 veta në ditë në banakun tim të farmacisë, i këshilloja ata gjatë gjithë kohës, shifja pjesën se si zhvillohej sëmundja, se si shërohej sëmundja, se si arrinin ata të përmirësonin shëndetin e tyre. Por aty ka lindur te kurioziteti në fakt se kam parë njerëz të ndryshëm të cilët kanë qenë në momente kritike dhe janë shëruar, dhe ka parë dhe njerëz të cilët kanë qenë shumë mirë, po në fakt nuk arrinin të shëroheshin. Dhe për mua ishte një kuriozitet shumë i madh që të shihja përtej diagnozës, përtej asaj konvencionales. Pra ishte shumë e nevojshme të kuptoja. Dhe kjo më bëri të filloja të lexoja për vete dhe për ta, për të kuptuar mbi gjendjen emocionale. Gjatë gjithë kohës i kam pyetur njerëzit, çdo njeri që ka qenë në farmacinë time, të cilët më pas u bën miq të mirë, se u bën një komunitet aty, se si ndikonte gjendja shpirtërore. A ishin duke kaluar një stres, a ishin duke kaluar diçka të madhe në jetën e tyre që i shkaktoi këtë sëmundje. Pra kam pas një kuriozitet shumë të madh për të kuptuar përtej asaj recetës që më vinte në banak. Si farmaciste që je dakord që ky biznes me 5 syje që gjeneron kaq shumë të ardhura dhe ka kaq shumë konspiracion edhe drithie nga pas, është edhe shumë abuziv? A ka diçka që njerëzit nuk e dinë për produktet farmaceutike, dhe me që sot ti je më shumë drejt Heal Albania, që shëron sëmundjet nëpërmjet meditimit dhe mendimit, a mendon që është një biznes i madh farmaceutika dhe vërtet ne kemi fuqinë të vetë shërohemi
pa ju drejtuar farmacisë dhe ilaçeve? Çfarë kam arritur të kuptoj gjatë rrugtimit tim deri tani, njeriu shërohet nga ajo që beson. Pra nëse ti je një person i cili je i drejtuar drejt mjekësisë konvencionale, beson tek ajo dhe i aktivisht e ndjek, ti do të shërohesh nga çdo gjë që ti je duke marr. Pra, medikamentet e tua, një nga ushtrimet kryesore që ne bëjmë, eksperimentet kryesore që bëhen në tregun farmaceutik, nëse ne duam të hedhim në treg një medikament, eksperimenti kryesor që ky të dali në treg është efekti placebo. Dhe ky efekt është i tillë, ky eksperiment kryhet në këtë lloj mënyre. Ne marrim 100 persona, të cilëve u japim një medikament me formë të njëjtë, me ngjyrë të njëjtë, me shije të njëjtë, me medikamentin i cili ka principin aktiv, po ky është vetëm me sheqer dhe nuk ka asgjë brenda. Ata pa e ditur do ta pinë. Dhe marrim dhe 100 persona të tjerë të cilëve u japim medikamentin ton me princip aktiv. Princip aktiv është lënda e cila jep veprim në trupin ton, që mund të jetë inflamator apo antiinflamator apo analgjezik, që të ketë një veprim kimik i cili do t'japi përmirësimin e shëndetit. Nëse ne të dyja këtyre grupeve, fokus grupeve, u themi që ky është një medikament i cili ka funksion aktiv dhe marrim rezultatet në fund të eksperimentit, do të shohim që personat të cilët kanë pirë barin pa princip aktiv kanë një efekt të çlirimit të dhimbjes apo sëmundjes që ata kanë, e cila është deri në 50% të vlerës. Pra 50% e këtyre personave kanë arritur të kenë një përmirësim të shëndetit të tyre. Thjesht nga ideja se po pinë diçka. Pra ky është efekti placebo. Dhe që bari të dali në treg duhet të kalojë të paktën 20% mbi efektin e placebos. Pra është njeriu shërohet nga ajo që beson. Nëse ne do t'i kombinojmë të dyja, konvencionalen me spiritualen, jam e sigurt që ajo do jetë më e mira e mundshme për zhvillimin e mjekësisë. Dispensa ka shkruar një libër për këtë apo jo, efekti placebo, dhe ai është nisur nga historia e vet personale, një histori e cila ma shpjegove edhe pak më parë, daton atëherë kur ai bëri një incident dhe kjo i deformoi shtyllën kurrizore dhe deshi shkaktoi dhe invaliditet. Dhe një nga gjërat më të bukura të këtij libri është fuqia e besimit të tij që përmes mendimit dhe aftësisë për të vizualizuar rregullimin e shtyllës kurrizore dhe vertebrave, ai mund të shërohej, të rigjenerohej. Dhe në fakt ndodhi kështu apo jo? Po. Përveç asaj, në momentin e parë ai ishte në një dhimbje shumë të madhe, dhe duke qenë se ishte në një dhimbje shumë të madhe, filloi të bënte vizualizimin pas 40 ditësh dhe dhimbja nuk po e ndjente më. Arriti të pushonte dhimbjen, arriti të rigjeneronte komplet strukturën e shtyllës kurrizore nëpërmjet forcës së mendimit, forcës së meditimit dhe forcës së vizualizimit përmes pineal gland, qendrës pineale. Ku ndodhet kjo qendra pineale? Vazhdimisht më dalin sponsorized posts për këtë gjendër. Edhe çfarë nuk kam lexuar e saj? Në fakt kush e pozicionuar në cilën pjesë të trurit dhe të kokës? Nëse do ta vizualizosh nëpërmjet meditimit, ne e quajmë third eye apo syri tret apo qendra pineale. Nëse do heqim një bosht nga fundi i fytit deri në majtë të kokës dhe përsëri nga syri i mesëm nga këtu deri mbrapa, aty ku prihen të dyja këto diagonale është qendra pineale. Në qoftë se unë do të isha studente mjekësie, si do ma shpjegoje mua gjendrën pineale si një gjendër që ka një funksion shumë të rëndësishëm në biologjinë e trupit të njeriut? Nga ajo nxirren neurotransmetuesët, domethënë është një qendër e cila jep informacion për stimulimin e neurotransmetuesve apo kimikateve në trupin ton, të cilat do të bëjnë përçimin e informacionit nëpër neurone. Zakonisht bëhet pjesa e aktivizimit nëpërmjet frymarrjes dhe nëpërmjet meditimit. Ne bëjmë pjesën e aktivizimit të qendrës pineale dhe kalojmë nga sistemi limbik në sistemin autonom. Ne fillojmë dhe riprogramojmë. Është ai momenti ku ajo të gjithë informacionin e projekton te amigdala, që është qendra përballë, në lobin frontal, dhe aty ne fillojmë të vizualizojmë emocionet, ndjenjat. Tani çështja është që unë duke qenë në kontakt me shumë energji, dua që energjia negative e dikujt mos ma ndikojë energjinë time. Edhe dua që ta ruaj këtë paqen që arrit të krijoj. Si ta mbroj unë veten time? Se ti më ke mësuar mua një teknik që në fakt mund t'ja japim edhe atyre që po na ndjekin tani. Patjetër. Një nga ushtrimet që ne bëjmë për pjesën e mbylljes së aurës është ushtrim shumë interesant dhe shumë i lezetshëm që do të ndihmonte të gjithëve. Jo vetëm kur futesh, po jo vetëm duhet para. Jo vetëm kur ti futesh në një ambient me njerëz, po dhe kur del nga shtëpia në mëngjes. Pra,
Duart vendosen mbi patjetër, mbi vendosen mbi njëra tjetrën. Dhe dora e djathtë do të vinë në zemrën tënde dhe do kthehet para që ti energjinë tënde ta mbash për vete. Dora që është brenda është dora majt për mua? Po, dhe shkon tek zemra. Po. Dhe çfarë është energji imja është e imja. Dhe çfarë është e jotja është e jotja. Dhe hedhim pas. Mbyllim pas, domethënë, mendoj sikur kemi një zinxhir i cili mbyll komplet aurën tonë. Po kur thua gjithmonë ti cancel and clear, çfarë do të thotë? Ta kthej pak në humor, domethënë. Gjyshet tona kanë thënë larg qoftë. Një farë mënyre në momentin që unë jam duke folur, duhet jemi shumë të ndërgjegjshëm për fjalët që ne themi, sepse fjalët, siç e thash, fjalë, emocione, ndjenja, besime, realiteti. Fjalët janë materie, krijojnë materie? Patjetër krijojnë materie. Fjalët krijojnë realitetin tonë. Nga fjalët ne arrim të krijojmë dhe të manifestojmë dhe të sjellim në jetën tonë gjithçka që ne duam. Si mundet ne përmes mendimeve tona të krijojmë sëmundje apo të shërojmë sëmundjet tona? Sepse sipas Dispensës, duke u referuar atij, një pjesë e mirë e sëmundjeve në trupin ton krijohen për shkak të keq menaxhimit të emocioneve tona, të cilat krijojnë gjithashtu një mendim të keq, një mendim negativ. Këto mendime nuk na çojnë vetëm në depresion, në probleme të shëndetit mendor, por na çojnë në një shumëllojshmëri sëmundjesh biologjike, të cilat ne përsëri mund të luftojmë me mendimet tona. Në momentin e parë që një person, siç e tham, fjala është e para. Fjala është ajo që ti nxjerr dhe unë them cancel clear ose anulloje ose larg qoftë, siç kanë thënë, ne japim një komandë në këtë moment. Kemi dhënë një komandë, kemi nxjerr një informacion i cili është hedhur në fushën tonë elektromagnetike dhe do të bëhet realitet. Prandaj ne anullojmë në ato momente. Jemi të ndërgjegjshëm për këtë gjë. Pra e para është të jesh i ndërgjegjshëm që ti ke një problem. Në momentin që je duke folur gjithkohës negativisht, në momentin që ndjen një dhimbje, në momentin që je irrituar, në momentin që je inatosur, që nuk ke fuqi, që nuk e kupton se çfarë po ndodh në jetën tënde, po je gjithkohës në disbalancë emocionale, aty ndalo pak dhe ktheu në zemër. Si të kthehem në zemër? Merr frym. Fillo të marrësh frym, kujtohu. Sepse nëse jeni në disbalancë, është e sigurt që mushkëllat po funksionon vetëm 60%. Dhe në momentin që ti merr frym, e çon të gjithë vëmendjen te zemra jote. Dhe shikon dhe e kupton si po funksionon. Çfarë po të nxiton? Çfarë po të irriton? Çfarë po i shkakton ti vetes? Kush janë ata që po të ndikojnë në qetësinë tënde? Aty do të kuptosh në momentin që do fillosh të numëro frymarrjet e tua, fillo të numërosh frymarrjet e tua. Fillo të ndjesh nuhat. Fillo të dëgjosh, hapi shisat e tua dhe vjen në të tashmen. Që në momentin që ne jemi të ngarkuar, overthinking, po mendojmë gjithçka, nuk jemi në të tashmen, jemi në të shkuarën për diçka që na ka ndodhur dhe kemi ngecur aty. Në momentin që ne rijetojmë këto emocione, i përjetojmë emocionet, përsëri ne jemi duke e rikrijuar të shkuarën. Sepse emocionet tona, ndjenjat tona, besimet tona krijojnë realitetin. Dhe për sa kohë kemi ngecur peng e këtyre emocioneve, e ngjarjeve, qofshin këto të bukura apo të shëmtuara. Pra ne mund të ngelemi peng e të shkuarës dhe në një ngjarje të bukur që ka ndodhur, një arritje të madhe që kemi pasur. Ne shkojmë aty dhe funksionojmë tani pse se kam përsëri. Pra nëse unë jam në vibrimin që pse nuk e kam përsëri, jam duke krijuar mungesë, po krijoj përsëri mungesë, një gjë që më mungon. Nuk jam në vibrimin jam shumë mirënjohës për këtë që arrita, tani mund të arrijë më shumë. Faleminderit Zot që ti më krijues, Zot, life force, univers, fushë energjetike, si të duash ta quhen, që ma dhe mundësinë ta përjetoj këtë moment, ta shoh që ekziston, ta prek dhe ta shufishoj, ta rikrijoj. Unë e krijova, unë mund ta rikrijoj. Dhe shkon në atë moment si e krijove, si arrite të kesh këtë arritje të madhe. Çfarë të çoja aty? Cilat ishin emocionet para? Shumoj ato dhe mund të krijosh diçka më të bukur. Si mundet nëpërmjet meditimit të ndihmojmë shërimin e sëmundjeve?
se ky menduari pozitiv është pak abstrakt për njerëzit. Edhe ata kanë shumë besim tek mjekësia, po një përqindje e madhe shërimit vjen nga forca jonë e të menduarit me besim që po, unë dëshirojmë dhe do t'ja dalë kësaj sfide. Dhe le të mendojmë që sot në shtretrit e spitaleve kush e di sa njerëz mund të gjejnë ngushëllim te kjo që ti do thuash. Në kohët që ne jetojmë, sëmundja aktualisht është një diagnozë. Që tregon gjendjen tënde një disbalancë hormonale, kimike, fizike të trupit tënd. Pra tregon gjendjen aktuale të trupit tënd. Po jo vetëm, dhe gjendjen emocionale, që e ka çuar në këtë disbalancë. Në momentin që ne arrim të kuptojmë që kemi këtë disbalancë emocionale, nëpërmjet praktikave të meditimit, ne sjellim trupin tonë në të tashmen dhe fillojmë të ndryshojmë ekuilibrat kimik që ndodhin brenda trupit tonë. Sa përqind të sëmundjeve janë me origjinë gjenetike? Ka sëmundje të cilat janë me origjinë gjenetike, po nëpërmjet meditimit ne mund të arrijmë që këtë shprehje gjenetike, jo vetëm meditimit. Shkenca më e fundit që ka dalë në fushën e mjekësisë është epigenetika, që tregon që ambienti që të rrethon, ushqimi, frekuenca e ambienteve që ti shkon, mënyra jote e jetesës, regjimi i ushtrimor që ti kryen, meditimi apo dhe gjithë aktivitetet e tjera që ti kryen, do të jenë ata të cilët do të aktivizojnë një gen apo genin tjetër. Sa e bukur është kjo? E gjithë harta jonë gjenetike mund të ketë të trashëguara, po ato nuk do të aktivizojnë asnjëherë nëse nuk kanë një trigger që t'i aktivizojë. Çfarë është harta jonë gjenetike? Harta jonë gjenetike, një nga mentorët e mi më të mirë ka qenë Bruce Lipton, që është biolog dhe spiritual, po ashtu. Dhe një nga ushtrimet që ai ka bërë, thot në momentin e parë që punonte si researcher në pjesën e shpjegimit të hartës gjenetike të trupit të njeriut, pra është ajo që ne sjellim me vete, informacioni gjenetik që marrim nga nëna dhe babai, dhe i gjithë kombinimi i këtij informacioni gjenetik bën hartën tonë gjenetike. Dhe ky informacion gjenetik mund të jetë i pasur, siç është i pasur me virtyte, me veti, me dukuritë tona, me gjithë pamjen tonë fizike, është ashtu i pasur edhe me trashëgiminë e sëmundjeve që mund të kemi. Po kjo nuk do të thotë që ato janë aktive. Ose mund të jenë aktive dhe nëpërmjet meditimit, nëpërmjet ushtrimeve të frymëmarrjes, nëpërmjet një regjimi ushqimor, nëpërmjet një stili jetese të personalizuar, ne mund ta ndryshojmë atë. E vëmë në gjumë këto sëmundje dhe aktivizojmë gjenet të cilat janë të shëndetshme. Pse qajmë gjatë theta healing në mënyrë të pandërgjeshme? Nëpërmjet frymëmarrjes, ne arrijmë të çlirojmë emocionet e ngurtësuara në qendrat e ndryshme energjetike që kemi në trupin tonë. Kemi 7 qendra energjetike. Dhe cilat janë këto 7 qendra për ata që nuk kanë informacion? Në bazë të shpinës ndodhet qendra e parë apo e rrënjve, që i themi. Aty është fokusuar i gjithë stabiliteti jonë, qëndrueshmëria. Qendra e dytë është e lokalizuar te pjesa e kërthizës, dhe quhet qendra seksuale, produktivitetit, kreativitetit, abundance, po ashtu, pasurisë. Qendra e tretë është qendra e diellit, që i themi, dhe është mikrobioma, zora jonë. Truri vogël i organizmit dhe ndodhet tek stomaku, në mes të traktit gastrointestinal, aty ku është pjesa më e madhe e qëndërzuar e neuroneve tona. Qendra e katër është zemra, komplet pjesa e zemrës, mushkrit. Qendra e pestë është fyti, dhe ku janë të vendosura dhe qendrat endokrine, që është generatori i trupit tonë. Qendra e 6 është syri i tretë, pineal gland, dhe qendra e 7 ndodhet kurora, që i themi, është ajo që na lidh ne me Zotin, krijuesin, universin, apo këtë energjinë jetësore. Pse unë e kam përjetuar në mënyrë kaq të dhimbshme ikjen e babait nga jeta? Të gjithë vuajnë për humbjen e prindërve, shumë janë të fortë dhe e pranojnë, e organizojnë jetën rreth kësaj humbje, ndërsa mua më ka ndryshuar tërësisht bot kuptimin për ekzistencën, për jetën dhe vdekjen, më janë dukur më pranë, një frym vërtet i ndan. Mu duk një tradhti shumë e madhe në thonjza, se isha shumë e papërgatitur dhe ndodhi gjithçka për 3 muaj shumë shpejt, dhe babai mu dukej shumë i ri.
Unë ta kisha shumë nevojë për të, isha vajza e vogël e babait, e kupton? Edhe ka qenë një luftë shumë e madhe që vazhdon të jetoj tek unë dhe është e mundimshme jeta kështu kur ndërtohet rreth një mungese si kjo. Pse mendon që unë ende nuk e kam gjetur atë forcën për ta lënë që të shkoj? Që nga rritja ne krijojmë besime në lidhje me dashurinë, në lidhje me personazhet kryesor të cilët kemi në jetën tonë dhe në lidhje me atë që ata përfaqësojnë në jetën tonë. Dhe babai është një figurë qendrore, është një figurë që në jetën, sidomos të një vajze, është figura qendrore e jetës vet, është personaliteti i cili i mëson dashurinë e gjinisë së kundërt. Dhe kjo është një lloj dashurie e cila është e lidhur me mbrojtjen, e cila është e lidhur me dhënien, pra është ai provider, supporter. Dhe në momentin që ne na ndodh një humbje e madhe, mundohemi ta mbajmë dashurinë që kishim të lidhur me këtë dhimbje përmes dhimbjes. Kjo është trauma bond? Kjo është trauma bond. Pra dhimbja, dashuria, e gjitha ajo dashuri e madhe që ishte gjatë gjithë jetës është mbuluar nga kjo dhimbja dhe mungesa. Të mundohemi të çlirojmë avash avash dhimbjen. Për të kuptuar më shumë, dhimbja dhe dashuria janë në dy frekuenca të ndryshme. Hidhërimi nuk është dashuri. Dashuria është dashuri, dashuria është gëzim, dashuria është kur ti rikthehesh tek ato momentet e gëzueshme, të bukura, të lumtura. Dashuria nuk vdes. Dashuria është aty me ty. Është një ndjenjë e cila rritet mundësisht. Dhe do jetë aty me ty gjatë gjithë kohës, në çdo moment që ti do të rikthehesh. Gjithë asaj eksperiencë jetësore që ke pasur me baban tënd. E ke përjetuar ti humbjen e njeriu të shtrenjtë të dashur në lëkurën tënde? E kam përjetuar, Alketa. Vitin që kaloi, partneri im ndroi jetë. Në fakt zgjodhi dhe më tregoi në mënyrën njerëzore që vërtet ne mund të zgjedhim që të shkojmë. Ai ishte diagnostikuar me një sëmundje të rëndë dhe kuroi në Amerikë, në Boston, po sigurisht që aty mjekësia ka arritur në atë pikën që ta ofron dhe këtë si mundësi, që ti të zgjedhësh. Unë isha aty para se ai të ikte, po si duket nuk e përballova dot dhe nuk arria dot që ta besoja që ai po ikte, pavarësisht se nga ana shpirtërore arria ta shihja këtë gjë. E dija që ishte një nga zgjedhjet, një nga possibilities që mund të ikte, po nuk doja ta pranoja, me thënë të drejtën. Dhe në momentin që unë erdha në Tiranë, ai vendosi të iki. Ka bërë një zgjedhje të drejtuar, ka marrë gjithë familjarët që ishin aty dhe mjekët dhe ka vendosur të bëjë eutanazi. Mund të them në momentin që ka marrë atë telefonat, që tani në këtë moment për mua është dhurata më e bukur e jetës, aq absurde sa duket, nuk doja vërtet ta besoja që ajo telefonat ishte telefonata e fundit. Faleminderit Zotit që arrita ta jetoj dhe ta shoh. Që arrita të kem në video call mesazhin e fundit dhe mora një mesazh mirënjohje. Domethënë, dhurata më e bukur që mund t'i bëjmë një njeriu dhe ai më çliroi nga të gjitha betimet, premtimet që ne i kishim bërë njëri tjetrit. Më falenderoj për vitet e bukura që kaluam bashkë, eksperiencën tonë jetësore, familjen tonë të madhe të zgjeruar. Dhe në fund më tha, të lutem më lë. Unë vendosa të iki, nuk mundem më. Kam jetuar gjithçka. Në këtë jetë kam bërë maksimumin kësaj jete. Dhe atë që nuk isha arritur ta jetoja dashurinë, pa kushte arrita ta jetoj me ty. Tani është koha ime të shkoj. Dhe unë nuk isha aq e fortë sa ti thosha ndalo. Unë i thash thjesht, është zgjedhja jote
dhe unë të lë të shkosh. Do pranoj gjithçka që ti zgjedh në këto momente. Ti më ke thënë diçka dhe më të bukur se kaq mua, edhe më ke thënë që ai ma la shpirtin plot, edhe pse iku, edhe kjo ishte dhurata më e bukur për te atyre viteve që ju keni jetuar, dashuri kjo që ka ardhur mbas një divorci, një dashurie që nuk funksionoi, me 2 fëmijë dhe ti pastaj bashkë me këtë djalë bashkuat fëmijët nga të dy raportet pararëse dhe bët një familje të madhe, shumë të bukur, por kaq ishte apo jo? Ishe vitet e lumtura të jetës tënde që përfunduan me këtë ikje. Unë mendoj që kam jetuar një jetë brenda jetës. Ka qenë dhe jam shumë e fat për këtë, dhe ndihem shumë e fat, dhe them, jam shumë mirënjohëse në radhë të parë vetes që ja lejova, se shumë vajza dhe zonja nuk ja lejojnë vetes dashurinë e vërtet, nuk e lejojnë të marrin këtë hap, të hapen, të ndjejnë, të përjetojnë momente të bukura, magjike, çdo dhuratë që do t'japi kjo dashuri. Dhe mund të them që brenda këtyre viteve unë e kam përjetuar dashurinë në mënyrën më të bukur, më hynore, jo vetëm me partnerin, po edhe me familjen e madhe të zgjeruar, të gjitha prizmat, dhe është dhurata më e madhe që i bëjmë vetes që ne të ndjejmë këtë lloj hapje dhe këtë lloj dashurie. Si lufton ti me hidhërimin që lë humbja e një njeriu që e ke dashuruar kaq fort? Hidhërimi ka një proces të veten, është një rrugtim. Dhe duke studiuar, medituar dhe futur spiritualitetit fatkeqësisht, po dhe fatmirësisht, një humbje madhe sjell dhurata të mëdha nga pas. Sjell një hapje të madhe të zemrës tënde, të botë kuptimit tënd, të trurit tënd. Në momentin që unë pata këtë humbje të madhe, humba të ardhmen. Të ardhmen e planifikuar. U gjenda një ditë bukur pa të ardhme, pa kuptim, pa e kuptuar që në ato momente, me thënë të drejtën, kam menduar që dashuria nuk mjaftoka. Dhe kam menduar, po tani, por kishte më shumë, fatmirësisht, unë arrita të kthehem te vetja ime, jo vetëm, nuk ja dola dot vetëm, kam pasur një familje të madhe shpirtërore që më ka ndihmuar, më ka suportuar, ka qenë aty për mua, edhe pse unë doja të izolohesha në fakt. Doja ta përjetoja të gjithën vetëm, ta kisha personale, sepse dhimbja dhe sidomos e humbjes ndonjëherë shumë personale. Dashuria është një koncept i cili është multidimensional. Dhe unë mund të them që dashuria që unë kam në zemër është një dashuri shumë e madhe dhe unë jam duke ndarë shumë dashuri në këtë moment. Jam në një pozicion plot, kur i thon, nga zemra plot, po ndaj nga zemra plot. Dhe burimi i kësaj zemrës plot është edhe projekti im Heal Albania, Lulëzimi i shpirtit, që ka pikërisht emrin e partnerit tim, Lulëzimit. Sa bukur. Nga ky shërimi imi, nga ky gjetja e jetës pas humbjes së madhe, rigjetja e vetes, shërimi i plagëve, arritja e të jetuarit dhe gëzimit, po ashtu, ka qenë në telefonin e partnerit tim, emri im ishte My Joy. Dhe misioni i jetës time ka qenë këtë vit që të riktheja këtë gjë. Ti ke jetuar një histori tjetër qendrore të fortë në jetën tënde me ish bashortin tënd, dhe pastaj erdhi kjo dashuri e madhe mbas një boshllëku ku ti kërkoje të rindërtoje botën tënde, jetën, lumturinë, të ardhmen. Dhe ky njeri siç erdhi ashtu iku shpejt, shumë shpejt. Nuk po kërkoja asgjë në ato momente, kam qenë në rrugtimin tim të shërimit, dhe rrugtimi im shërimit ka nisur pikërisht nga një sfidë emocionale e madhe që kalova, po dhe shëndetësore, në një moment që isha shumë mirë financiarisht, punoja me orare të zgjatura,
isha e vlerësuar në karrierë, kisha arritur kulmin në karrierën time, shkollohesha, e bëja mastera, e merrja certifikata të pafundme, por isha bosh. Thënë çdo gjë që isha duke kërkuar jashtë vetes nëpërmjet rritjeve në detyrë, nëpërmjet certifikatave, kurseve, specializimeve, në fakt ishte të mbushja hapësirën bosh të zemrës time, që në ato momente ishte totalisht e pa kuptimt. Ti thua gjithmonë që në dhimbje ka një mësim, Alketa, në dhimbje ka një dhuratë. Cili ishte leksioni i kësaj dashurie të madhe, për shembull, në jetën tënde? Para se të kaloja, normalisht unë u shërova shërova veten time. Arrita të kuptoja që dashuria është në radhë të parë dashuria për veten. Arrita të kuptoja që jam mjaftueshëm thjesht sepse ekzistoj. Arrita të balancoja jetën time të punës me familjen. Kuptova që gjithë fajet që ndjeja për rritjen e fëmijëve ishin thjesht një zgjedhje imja dhe e tyre, dhe normalisht u shërova për veten time dhe ky rrugtim ka qenë kryesisht, se në fillim nuk e kuptoja në fakt që ishte për mua, ka qenë që të arrija të kuptoja adoleshencën e fëmijëve të mi. Dhe duke u munduar që të kuptoja ata, kuptova veten, kuptova adoleshencën time, shërova fëmijën tim të brendshëm, shërova traumat e fëmirisë dhe ato që më kishin munguar në gjithë marrëdhënien që kisha krijuar. Nga pamjaftueshmëria, se në momentin që ne krijojmë një marrëdhënie nga pamjaftueshmëria, do të marrim pamjaftueshmëri. Dhe kjo histori ka ardhur në një moment që unë ndjesha plot, ndjesha e lirë, ndjesha e aftë, e zonja, e arirë në të gjitha llojet e aspekteve emocionale. Pra, manifestimi dhe nuk funksionon. Jo, funksionon, dhe në ato momente duke qeshur, se dashuria vjen kur ti nuk e pret, kur ti nuk e kërkon. Njerëzit shkojnë në dating apps, kërkojnë në menu një njerëz që e pëlqejnë, e manifestojnë dashuria do të trokas në derën time, e duan në mënyrë të dëshpëruar ta kenë një njerëz që ti përmbush, ti bëj të ndihen me vlerë të plot, edhe dashuria nuk vjen, nuk ndodh. Atëherë sepse atyre po mungon diçka. Në fakt unë ndihesha plot në ato momente, nuk më mungonte asgjë, bëja një jetë që më plotësonte në të gjitha llojet e niveleve, po duke bërë një listë manifesti me mikeshat e mia të theta healing, ishte hera e parë pas shumë vitesh. Në krye të listës vendoset dhe karakteristika se si duhet ishte partneri im, dhe duke qeshur madje. Dhe thash, hajde ta provojmë një herë. Dhe jo rastësisht pas 2 javësh unë kam një takim me këtë personin. Takim pune për një projekt të përbashkët. Dhe pastaj ashtu lindi një miqësi, dhe nga miqësia lindi dashuria. Ti, Aurora, bën edhe terapi në çift. Për njerëz që janë duke kaluar një krizë në marrëdhënien e tyre, që janë duke shpëtuar një martesë që nuk po funksionon, që mund të jenë ndarë dhe por i bashkohen sepse kanë kuptuar që duhet kthehen përsëri tek njëri tjetri për ta gjetur atë lumturi që s'e kanë riprodhuar dot në formate, në njerëz të tjerë, në habitate të reja. Edhe ti u bën terapi. Kanë shqiptarët në kulturën e tyre qasjen dhe prirjen që të shkojnë tek një terapist për të rimëkëmbur marrëdhënien, dhe çfarë bën ju në këtë terapi çiftesh? Shqiptarët nuk e kanë pasur këtë edukatë, Alketa, po aktualisht kanë filluar dhe janë më të hapur. Pranojnë të vinë dhe bashkë në terapi. Normalisht punët janë individuale, ne funksionojmë në fillim në seanca individuale dhe pastaj kemi counseling, kemi këshillim të përbashkët për të kuptuar njëri tjetrin. Pjesa më e madhe e çifteve kanë një trauma bond, kanë krijuar një marrëdhënie e cila është e lidhur në bazë të traumës që ata kanë pasur secili në fëmijërinë e tyre. Dhe në momentin që vinë tek unë, janë atë momentin kur secili është duke u përpjekur të shërojë këtë marrëdhënie, fëmijën e brendshëm të partnerit vet. Por nga paaftësia dhe padituria në momentet e caktuara kalon në imponim. Pra trauma nuk shërohet duke ju imponuar. Pyetja që lind këtu është misioni im si partnere të shëroj atë që është dëmtuar nga jeta tek ti, apo ti duhet ta shërosh vetë, se nuk është kjo detyra ime? Sepse kjo të konsumon. Nuk është detyra jote që të shërosh partnerin tënd,
Por duke qenë në një marrëdhënie, çfarë ndodh? Ti projektohesh nga trauma e partnerit dhe reagon në funksion të traumës së tij. Pastaj vjen një moment kur prekim fundin, edhe bëhen bilancet, edhe fillon njëri i thot tjetrit se për ty kam bërë 1, 2, 3, 4, se unë kam bërë këtë për ty, se sakrifikova këtë për ty, dhe ti nuk ma dite, se ndërkohë e shkatruar vetë, ke arritur vetë atë pikën e fundit, edhe raportet aty pastaj bëhen toksike dhe përfundojnë. Që mos të arrin këtu, dy njerëz, cila është puna që duhet bëj secili me veten e tij? Atë punë që duhet ta presi nga tjetri, se s'është detyra e tjetrit të rregullojë ty. Po, është shërimi është një proces individual. E para njëherë duhet kuptosh që çdo gjë që ndodh në realitetin tënd është një projektim i joti dhe në marrëdhënie ne jemi co-creating, ne jemi të dyja palët që po krijojmë. Nëse unë jam e projektuar në këto momente nga partneri, tregon që trauma jonë në një pikë është duke u akumuluar, pra po përputhet trauma. Kështu që edhe unë e kam këtë traumë, përderisa kjo është në realitetin tim. Pra unë duhet të kuptoj nëse në cilën pikë ky realitet më përket, në cilën pikë unë nuk kam kufi dhe lejoj që të më thyen kufit, në cilën pikë unë jam projektuar që të kënaq të tjerët, jetoj për të tjerët, në cilën pikë unë nuk di të menaxhoj emocionet e mia dhe çfarë po krijoj në realitetin tim. Pse kanë frikë partnerët të vendosin kufi njëri tjetrit nga të merri sa mos e humbin të nesërmen, po e vendosin këtë kufi? Si ta gjej njeriu forcën që t'i thot jo asaj që i duhet thënë jo, pa frikën që mund ta humbasi këtë njeri? A nuk janë këto flamujt e kuq që dalin gjatë një lidhje, një kërcënim serioz për atë që do të jetë e nesër me ardhme që ti po projekton me këtë njeriu, që është më e madhe se sa thjesht një romancë, është jeta, që po flitet e po diskutohet ndërkohë. Po patjetër, ideja është që njeriu duhet të kuptojë një herë kur ka qenë hera e parë që ka thënë po dhe jo, dhe kur ka qenë hera e fundit që ka thënë po dhe jo. Është një gjë që ndodh vetëm me partnerin, apo është një sjellje e cila përsëritet në të gjitha llojet e marrëdhënieve që ky person krijon në jetën e vet, se mund të jetë njësoj me marrëdhëniet e punëdhënësit, apo punëmarrësit, me marrëdhëniet e shoqërisë, me marrëdhëniet me prindrit. Pra ne rritemi dhe kemi krijuar një sistem besimesh dhe kemi krijuar një personalitetin e mbijetesës që i themi. Dhe duhet të kuptosh që në këtë marrëdhënie ti po funksionon sipas personalitetit tënd të mbijetesës, apo je duke u zgjeruar, apo je duke u rritur, apo je duke shkëlqyer, le të themi, në të gjitha llojet edhe në të gjitha llojet e emocioneve të tua. Ti je një love coach, një life coach, je një theta healer. Ke disa funksione shumë të rëndësishme dhe Heal Albania që ke krijuar e di që do të jetë një punë shumë e bukur që do të të lidh me njerëz që do rilindin për shkak të gjithë terapisë që do të ndjekin me ty, edhe besoj që ka shumë të cilët duan të thonë të vërtetat e tyre pa frikën që janë të gjykuar edhe me dëshirën e madhe që dikush të jetë aty një whispering angel, një ëngjël që i përshpërit në vesh sa gjëra që askush nuk ja ka thënë më parë. Kështu që të uroj shumë suksese në të sipërmarrje. Por njerëzit e stafit me të cilët unë punoj kanë përgatitur të gjithë ka një pyetje sot për ty dhe janë pyetje që lidhen ekskluzivisht me historitë romantike të dashurisë. Janë djem dhe vajza që të pyesin, nuk do zbuloj identitetin e tyre, po i kam të shkruar këtu. Ego dhe zemra. Kur themi ndiq zemrën dhe mos kënaq egon. Ego është ajo që është ndërtuar në personalitetin ton të mbijetesës dhe mundohet që të na mbrojë. Mundohet gjatë gjithë kohës që të na mbrojë. Pra ego self, unë. Zemra është ajo që është krijuar për të na bashkuar, për të na bërë të krijojmë marrëdhënie të shëndetshme, për na bërë të shkëlqejmë, për na bërë të lulëzojmë, le të themi, të gjitha llojet e marrëdhënieve tona. Në një marrëdhënie dashurore, në momentin që lindin konfliktet, pjesa më e madhe e konflikteve, të paktën nga çka kam parë nga çiftet deri tani, po edhe nga eksperienca ime, është ka mund të drejtë, ke ti të drejtë. Në momentin që biseda shkon se kush ka të drejtë, aty është ego. Po kur ego dëmtohet, në fakt dëmtohet edhe zemra dhe dashuria fillon zbehet, fillon e humbet atë shkëlqimin, atë sharmin e saj, atë emocionin e bukur që të mbush me lumturi?
Kur ego dëmtohet, duhet ta shërojmë. Që mos preket zemra. Duhet ta balancojmë. Dhe ego ne duhet ta bëjmë mike. Duhet ta kuptojmë se si funksionon. Dhe në momentin që e kuptojmë se si funksionojmë, ne arrim ta përdorim atë për të mirën tonë, për të ecur përpara. Pra nëse unë e di që më ledhatohet egoa nga një dhuratë, egoa ime ledhatohet me një dhuratë të vogël, një lule, një trëndafil, filloj dhe ja shpjegoj partnerit tim, arri dhe them, si do ta zgjidhim? Në momentin që shkoj te ky nivel që si do ta zgjidhim, kam shkuar në zemër. Dhe aty pastaj mund të shpreh të gjitha emocionet e mia, mund të shpreh se kjo situatë më ka bërë të ndihem keq. Mund të shpreh dhe të komunikoj me të lirshëm. Dhe të tregoj edhe këtë pjesën e egos që kam nevojë për një dhuratë. Nëse do të na mësoje një zakon që ne duhet fillojmë ta praktikojmë nesër, cili do të ishte ai? Zakoni më i mirë është mirënjohja. Lista e mirënjohjes. Të ngrihesh në mëngjes dhe të jesh falendërues dhe mirënjohës se hape syt. Është një privilegj, se po merr frym, se po flet, se po arrin të shohësh aty ku je, ke njerëzit e tu rreth rrotull, ke jetën tënde të mrekullueshme, ke gjithçka. Edhe kur nuk e ke, thot Dr. Joe Dispenza, kultivoje mirënjohjen për ato që do të kesh. Pra duhet jesh mirënjohës për ato që ke aktualisht, që të mund të arrish më shumë. Se nëse ti nuk arrin që në jetën tënde ti vësh emrin gjithë të mirave që ke, do krijosh pamundësi pastaj. Sepse nuk e kuptove që këto i ke. E kupton je në pamundësi, je në mungesë. Në fakt, nëse do të arrish të kesh një marrëdhënie të mirë, ti duhet kuptosh të mirat e marrëdhënies që ke. Ka disa dashuri që e çojnë njeriu në mbijetesë. A mund të quhet kjo dashuri? Kur një vajzë apo një djalë janë në survival mode për të mbritur tjetrin? Pjesa e mbijetesës ka të bëjë me frekuencat e ulta që e kemi thënë dhe çdo njeri nga ne në momente të caktuara, sidomos kur kalon sfida të mëdha, krijon një personalitet mbijetese. Dhe baza është iluzioni që është ky personaliteti i mbijetesës, është që unë jam e fortë në këtë lloj mënyre dhe jam e mbyllur. Personaliteti i mbijetesës që të mban në frekuenca të cilat janë të kontraktuara, janë të mbyllura. Në momentin që një marrëdhënie po të çon drejt mbylljes, pra ti nuk arrin dot të shprehësh emocionet e tua vetëm përmes përplasjes, nuk arrin dot të komunikosh, nuk arrin dot të jesh vetvetja, nuk arrin dot të rritesh më emocionalisht, financiarisht, nga ana e krijimtarisë, ka një gjë që aty nuk po funksionon. Dhe në atë moment ose do shkosh në terapi të kuptosh që çfarë po e ndalon, cila është rezistenca që s'po e lejon këtë gjë të rritet, ose mund të jetë një kontratë e mbyllur. Pra ke marr gjithçka që mund të merrje nga ajo marrëdhënie dhe tani po kërkon diçka që s'mund të ta jap personi tjetër, vajza apo djalë qoftë. Po në momentin që jemi në personalitetin e mbijetesës, ka diçka që aty nuk shkon dhe do ka nevojë që të shihet me detaje se cila është kjo pjesë e jotja që ka dalë në sipërfaqe dhe po kërkon të shërohet. Vetëm jap, po nuk marr asnjëherë në kthim atë që mendoj se meritoj. Si të vinë energjinë time femërore dhe të jem e hapur që të marr nga partneri im. Nuk di ta bëj këtë. Është shumë e vërtet. Energjia e femrës është energji pritje. Ne jemi ato që duhet të marrim. Është krijuar koncepti që t'jesh në energjinë femërore, do të thotë që ti t'jesh e dobët dhe e brisht. Por në fakt, ne fuqinë maksimale arrim në momentin që jemi duke krijuar, si të thashun ty tani, duke krijuar prej energjisë femërore. Dhe duket, sepse rezaton, je but, je brisht. Dhe vendimet kur i merr, domethënë e ke atë fuqinë që ta vendosësh, ti përdorësh, ti balancosh të dyja këto energji se si duhen, po prapë të rish në energjinë tënde femërore, pa e humbur atë kreativitetin. Dhe në momentin që ne jemi në energjinë femërore, ne jemi shumë kreative. Më thot gjithmonë seksi dhe dashuria janë dy gjëra të ndryshme, po në fakt, a nuk është seksi me partnerët e tjera, shpërdorimi i energjisë jetësore që nuk e lën tjetrin të dashurisë siç duhet?
Me thënë të drejtën, seksi është një mënyrë të shprehuri dhe është nga ana spirituale shumë i shenjtë, sepse ne shkëmbejmë ADN, ne shkëmbejmë energji. Dhe përveç se marrim virtyte të bukura dhe mund të marrim eksperienca të mira, ne marrim dhe problematikat që sjellin me vete këto lloj shkëmbimesh. Pra është shumë e rëndësishme që të dimë këtë gjë që në momentin të marrim përsipër dhe përgjegjësinë, që në momentin që ne jemi duke ndryshuar partner të ndryshëm, po marrim dhe gjithë traumat e tyre me vete. Jemi të gatshëm të hapemi në këtë lloj lidhje? Pra një partner i cili ka multiple, le të themi, choices, ka sjell me vete jo vetëm traumat e veta, po dhe traumat e të gjitha partnereve të tjera që ka pasur. Pra është një punë akoma më e madhe që të kuptosh se cila energji po funksionon në këtë marrëdhënie. Një partner narcist, edhe kur gabon, të bën që ti të ndëshkosh veten, të thuash çfarë nuk shkon me mua, ku gabova unë, je pak a shumë si sklav, si të dal nga ky cikël që më shkatroi. E kam kualifikuar. Ai është narcist. Siç thash, në të gjitha llojet e marrëdhënieve ne jemi co-creating, kështu që duhet kuptosh te vetja jote se në cilin nivel ke filluar të lejosh të thyen kufit, se në cilin nivel ke filluar të jetosh për të tjerët, se në cilin nivel ke lejuar këtë lloj abuzimi, kur ka filluar, është ky partneri i parë, apo ka filluar që në fëmijërinë tënde që të kesh këtë lloj personaliteti, dhe çfarë po përfiton nga kjo marrëdhënie, që ndoshta mund të jetë dhe iluzion. Fakti që ti qëndron në këtë lloj abuzimi, çfarë po përfiton? Si të shërben nga ana njerëzore, dhe pasi e ke parë të gjithë këtë, mund të shkëputesh, sepse është thjesht një iluzion. Nëse po përfiton sigurinë e ke ti, nuk ta jep kjo marrëdhënie. Nëse po përfiton vëmendje, prap nuk është kjo. Dashuria nëse të jep dhimbje, a supozohet të jetë dashuri në fakt? Apo dashuria e ka dhe dramën dhe dhimbjen brenda? Se pak më parë tham që dashuria duhet t'japi qetësi, është një frekuencë tjetër vibrimi. Dashuria do t'japi paqe, do t'japi frymëzim, do t'japi proteksion. Një njeri kurdo duhet ta thyej egon e tij, duhet i thyej besimet e tij, sepse është ai forca magnetike fuqishme që krijon zemra që eklipson forcën magnetike që krijon miliarda neurone, shumë më shumë se ato që ka zemra në trurin ton. Ti si mendon? Dashuria dhe dhimbja, siç e tham, janë dy frekuenca të ndryshme. Ideja është fakti që po shkaktohet kjo dhimbje, duhet ta identifikosh nga të vjen si fillim. Në cilën pjesë të personalitetit tënd është shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë veten në çdo moment, dhe nëse kjo nuk ka lidhje me ne, nuk ka lidhje me një traumë tonë, nuk ka lidhje me eksperiencën tonë jetësore, sepse ne jemi të çëruar dhe nuk po meç në asnjë pjesë tonën, është diçka që personi tjetër e ka në realitetin e vet. Pra jo gjithmonë çdo gjë që ndodh me personin tjetër është në lidhje, është e jona. Pra secili nga ne e mbart traumat e veta, sjell eksperiencën e vet në një marrëdhënie. Pyetjet e fundit i kam lënë për ty dhe Heal Albania dhe komunitetin e njerëzve të bukur që ti takon çdo ditë, e me cilët ndan histori jete nga ato që në fakt nuk të shkojnë në mendje. Diçka kemi folur bashkë, po unë dua të di me të vërtetë një histori që ty të ka prekur dhe që ti e ke shëruar, e ke ndihmuar atë person që të transformohet drejt një jete më të mirë, drejt vetes së tij më të mirë, versionit më të mirë të asaj që mund të jetë. Kam pasur raste familjare të fuqishme, persona të cilët kishin vite pa u takuar me njëri tjetrin, ka grumbullimi i natit, motra me motrën për shemb. Një grumbullim i natit që kishte 4 vite pa folur me motrën e vet. Dhe të gjitha këto emocione i mbante në trupin e vet. Dhe të gjitha këto emocione nuk ishin vetëm inat, ishin dhe hidhërimi i jetës së pajetuar. I jetës së pajetuar me motrën. Por që falja nëpërmjet praktikave të ndryshme i ka çliruar, i ka bërë të vazhdojnë. Kam pasur raste sëmundje kritike që janë shëruar, që kanë arritur të marrin dhe të ndryshojnë komplet konceptin për jetën. Në bazë të gjitha shërimeve është falja. Mirënjohja dhe falja. Në momentin që ne arrim të çlirohemi nga armiku i jashtëm dhe të marrim fuqinë,
e jetës tonë, në atë moment në shërohemi. Pyetja fundit. Ndryshimi nuk është i rehatshëm sepse e panjohura nuk është familjare, por në fakt aty gjendet mundësia për t'i dhënë jetës një kthes, për ta transformuar. Përpara çdo ndryshimi kemi një tkurje të madhe. Sepse i gjithë kjo jeta që kemi krijuar, i gjithë ky realitet që kemi krijuar, do synoj që të na tërheqë, të na mbajë aty. Dhe sa më i madh të jetë ky diskomfort, aq më i madh do të jetë expansion, apo ajo që ne do të arrijmë përmes ndryshimit. Dhe mund të them unë që e kam bërë këtë ndryshim disa herë, leitmotiv të jetës, farmaceutik, treg financiar dhe tani holistik. Të mësohesh me ndryshimin, mësohesh duhet ta bësh mënyrë jetese çdo ditë. Duhet ta mësosh pak nga pak veten që ta përqafosh, sepse në ndryshim kemi dhe ato arritjet tona më të mëdha. Kështu ka zhvilluar shkenca, kështu është zhvilluar gjithë njerëzimi, duke pranuar të panjohurën, duke pranuar mundësitë, duke pranuar ndryshimin. Nëse do më drejtojë një pyetje, cila do të ishte ajo? Të ftuarit këtu të gjithë ma bëjnë nga një pyetje. Çfarë të vjen tani në këtë moment, je lirë të më pyesësh? Energjia jote është shumë e bukur. Faleminderit. Dhe unë e di që ti mund të krijosh mrekulli. Çfarë është më e bukura që mund të krijosh në këtë moment? Shiko, ne kemi folur bashkë të dyja being rich and being wealthy. Pra ti je i pasur dhe ti je vërtet i pasur. Se ne nuk kemi dy fjalë për ta përcaktuar në shqip, po ti je wealthy do të thotë të kesh pasuri materiale, të kesh para, të kesh pushtetin e paras në gjithë kuptimin edhe madhështinë e vet. Ndërsa ti je rich, do të thotë ti je i pasur në dashuri, i pasur në lumturi. Edhe unë madje tek WhatsApp-i im atë frazën që më identifikon, e di si e kam, rich in love, e pasur në dashuri, sepse kam kuptuar gjetjes time që kjo zemra ime është një kozmos i madh dashurie dhe unë mund të jem një dhënëse shumë e mirë e kësaj dashurie njerëzore në të gjitha dimensionet e veta, me njerëzit që zemra ime zgjedh të doj. Dashurinë time njerëzit do ta meritojnë, në këtë përfundim kam arritur dhe unë nuk dua ta shpërndaroj duke e dhënë kudo. Megjithatë nuk kam forcën të urrej ta kmerrem. Fatmirësisht zemra ime nuk e prodhon këtë emocion. Edhe kur mërzitem dhe kur revoltohem, unë thjesht në mënyrë shkrejt natyrale i vendos njerëzit në një kategori dhe pastaj kam një sistem timin për zgjedhës që krijoj një distancë që nuk më dëmton mua. Nuk e bëj kështu në këtë versionin që e bëm së bashku, që ta heq këtë energji, po kam një mur që më ngrihet, që kjo energji mos depërtoj tek unë për të mos ma shkaktuar këtë emocion negativ. Kështu që në këtë moment jetës time, vetëm një gjë e bukur që mund të them është që unë ndihem e pasur në dashuri sepse njerëzit që kam dashur më kanë dashur fort në shkëmbim. Edhe e kam jetuar në të gjitha format e veta, dashurinë në mënyrën më madhështore dhe më të jashtëzakonshme. Dhe ky është një bekim shumë i madh. Unë ndihem të vërtet shumë mirënjohës dhe me fat për këtë. Kjo mua më bën që të frymëzohem, kjo më bën që të krijoj. Dhe sot unë dua, siç thua ti, vetëm ta zgjeroj fushën time të ndikimit edhe ta bëj më të madhe akoma këtë dashuri dhe ky është misioni im në jetë. Inspire është për shembull një oazë i vogël, frymëzimi që lind nga gjithçka unë kam në zemrën dhe në botën time, që mundohem ta furnizoj me gjëra të bukura, me mendime të bukura, në kontakt me njerëz të bukur, me realitete të bukura. Kam fatin që njoh njerëz të jashtëzakonshëm, zgjedh të jetoj me njerëz të jashtëzakonshëm, dhe kur flas për njerëz të jashtëzakonshëm nuk i referohem njerëzve të mëdhenj. Për mua njerëz të mëdhenj janë ata njerëzit e thjeshtë fare, ata që punojnë tokën, ata që më dhurojnë një misër të pjekur aty kur ndaloj drejt rrugës për Vlorë. Ai ideali që më jep një bustan edhe më thot provoje se zemra e kuqe e meriton ti, ë? Këta njerëzit që me gjëra të vogla mua më tregojnë që mund të bëjnë akte të mëdha dashurie njerëzore. Kështu që unë dua të ruaj në këtë moment paqen time dhe dashurinë time ta shumëfishoj edhe ta shpërndaj atje ku mund të depërtoj. Ishte pak shumë filozofike, por shumë e ndjerë kjo që thash. Kështu që faleminderit për pyetjen. Në cilin profil Instagrami duhet të ndjekin njerëzit ty? Heal Albania, Lërzimi i shpirtit, është projekti që ne prezantojmë realitetin shqiptar me modalitete të ndryshme holistike, krijojmë ritrite të ndryshme, pushime të vogla e njerëz të bukur dhe energji të bukur, krijojmë kurse, coaching
seanca, kemi seanca individuale, po ashtu dhe mundësi shërimi për ata persona të cilët nuk kanë nevojë, një suport emocional për të gjithë ata që nuk kanë mundësi të paguajnë. Je një zemër shumë e bukur Aurora, të falenderoj shumë që ishe sot këtu. Faleminderit ty për këtë pasdite apo mbrëmje të këndshme që kaluam së bashku në energji të mrekullueshme. Zoti të bekoft. Edhe. Faleminderit.